Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 11 maj 2026 sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa të reja. Në punë mund të ndihesh më i motivuar se zakonisht dhe do të kesh mundësi të tregosh aftësitë tua para njerëzve të rëndësishëm. Në dashuri komunikimi bëhet më i sinqert. Ata që janë në një lidhje do të sqarojnë disa keqkuptime, ndërsa beqarët mund të njohin dikë interesant përmes rrjetit shoqëror. Financat kërkojnë pak kujdes me shpenzimet impulsive. Demi. Kjo ditë të favorizon çështjet praktike dhe ekonomike. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me punën ose një pagesë të vonuar. Emocionalisht do të kërkosh stabilitet dhe qetësi. Në marrëdhënie do ndihesh më i afërt me partnerin, ndërsa beqarët do të tërhiqen nga persona serioz dhe të besueshëm. Kujdes me lodhjen fizike. Organizimi ka nevojë për më shumë pushim. Binjakët. 11 maj të gjen plot ide dhe dëshirë për ndryshim, do jesh shumë komunikues dhe kjo do të të ndihmojë në negociata apo biseda të rëndësishme. Në dashuri, flirti dhe spontaniteti sjellin emocione të bukura. Dikush nga e kaluara mund të rikthehet papritur në jetën tënde. Financat përmirësohen gradualisht, por shmang vendimet e nxituara. Gaforia. Kjo është një ditë emocionale dhe reflektuese. Mund të mendosh më shumë për familjen dhe sigurinë personale. Në punë do të kërkohet durim, pasi disa gjëra mund të ecin më ngadalë se sa prisje. Në dashuri, partneri do të ketë nevojë për më shumë vëmendje dhe mbështetje emocionale. Beqarët mund të afrohen me dikë që i bën të ndihen të qetë dhe të kuptuar. Luani. 11 maj sjell energji pozitive dhe mundësi për të qenë në qendër të vëmendjes. Është një ditë e mirë për projekte krijuese dhe për të marrë iniciativa profesionale. Në dashuri, pasioni forcohet dhe marrëdhëniet marrin më shumë intensitet. Beqarët mund të përjetojnë një takim emocionues. Kujdes vetëm me krenarinë dhe impulsivitetin në debate. Virgjëresha. Do ndihesh më e fokusuar tek detajet dhe organizimi. Dita favorizon çështjet e punës, dokumenteve dhe planeve afatgjata. Në aspektin sentimental do të kërkosh më shumë siguri dhe sinqeritet. Një bisedë e rëndësishme mund të sjellë qartësi në marrëdhënie. Financat janë të qëndrueshme, por shmang huadhëniet apo shpenzimet e panevojshme. Peshoria. Kjo ditë shtyn të kërkosh ekuilibër në çdo aspekt të jetës. Marrëdhëniet personale marrin prioritet dhe mund të ndihesh më romantik se zakonisht. Në punë do të kesh mundësi bashkëpunimi të favorshme, sidomos nëse shmang konfliktet. Një surprizë e vogël financiare mund të të gëzojë. Kujdes me vendimet emocionale. Akrepi. Kjo ditë sjell intuit të fortë dhe energji transformuese. Mund të kuptosh më qartë qëllimet e tua dhe të marrësh një vendim të rëndësishëm për të ardhmen. Në dashuri, emocionet janë intensive, lidhjet e forta do të thellohen, ndërsa ato të pasigurta mund të kalojnë në provë. Financat përmirësohen përmes një mundësie të papritur. Shigjetari. Do të ndjesh nevojën për liri dhe aventura të reja. Është një ditë e favorshme për udhëtime, plane të reja apo njohje interesante. Në punë mund të të propozohet një bashkëpunim që sjell zhvillim në të ardhmen. Në dashuri, sinqeriteti do të jetë çelësi i harmonisë. Kujdes me premtimet që nuk mund t'i mbash. Bricjapi. Kjo ditë kërkon përqendrim dhe disiplinë. Do të jesh i motivuar për të përfunduar detyrat e rëndësishme dhe për të stabilizuar çështjet financiare. Në marrëdhënie do kërkosh seriozitet dhe besim. Partneri mund të ketë nevojë për më shumë kohë dhe përkushtim nga ana jote. Beqarët mund të njohin dikë përmes ambientit profesional. Ujori. Dita sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Do të ndihesh më kreativ dhe më i hapur ndaj eksperiencave të reja. Në punë mund të marrësh mbështetje nga miqtë ose kolegët. Në dashuri, surprizat nuk mungojnë. Një njohje e papritur mund të kthehet në diçka serioze. Kujdes me shpërqendrimin dhe mungesën e fokusit. Peshqit. Kjo është një ditë e ndjeshme dhe intuitive për ty. Do të kuptosh më mirë emocionet e tua dhe të njerëzve që të rrethojnë. Në dashuri, romanticiteti rritet dhe marrëdhëniet bëhen më të ngrohta. Në punë mund të lindë një ide kreative që sjell përfitime në të ardhmen. Kujdes me stresin emocional dhe përpiqu të ruash qetësinë. Horoskopi në Top Albania Radio.